Me burgim të përjetshëm janë dënuar nga gjykata themelore në Prishtinë Naim Urseli e Granit Plava për vrasjen e Liridona Ademajt. Kushtrim Kokalla u dënua me 30 vjet burgim. Të akuzuari Naim Urseli dhe Granit Plava ju shqipton dënim me burgim përjetshëm, i cili dënim do të ekzekutohet. Të akuzuarit Kushtrim Kokalla i shqiptohet dënim me burgim në kozgjatje prej 30 vite. Gjatë shpalljes së dënimit, Urseli, Plava e Kokalla nuk ishin prezent në sallë, e familjarët e Liridonës e mirëpritën vendimin. Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Liridonën, shkon edhe për fëmijët e saj, të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre përjetësisht. Avokati i familjes së Liridonës ka paralajmëruar apelimin e dënimit prej 30 vjetësh burgim ndaj Kushtrim Kokallës. Pasi që ishte vetëm në kozgjatje prej 30 vitesh, por që duke pas drejtën që ta apelojmë edhe në gjykatën e apelit konform lartësisë dënimit, konsiderojmë që do të bëjmë edhe ankesë. Urseli, bashkëshorti Ademajt, Plava e Kokalla akuzoheshin për vrasjen e Liridona Ademajt në nëntor të vitit 2023. Të tre sipas aktakuzës ishin pajtuar paraprakisht që vrasja të kryhej nga i akuzuari Plava me marrëveshje që Urseli t'i paguante atij 30.000 euro. I gjithë plani për vrasjen e Liridonës në aktakuzë thuhet se u bë nga bashkëshorti i saj Naim Urseli, si pasojë e çrregullimit të raporteve familjare martësore, ku edhe lindi dëshira e tij për hakmarrje.